institucionale. As ma tepër këto pozitat që janë të komunitetëve, janë pozitat që janë të krijuara në kohën, në kohën e mas luftës ka pas një vullnet që me u kriju këto vende të garantuara për faktin që është menduar që të ketë një lidhje subjektive në mes të komunitetit dhe të zgjedhurve të tyre të po atij komuniteti. Në rastin tonë ne kemi pas fatin e mirë me vepru politikisht në Kosovë, edhe me marrë përgjegjësi politike në rastin tonë me u zgjedh deputet i Kuvendit Kosovës. Tani je rikthyer si deputet. Tani, pas 4 vite, besoj do ta urojmë gjithë në emrin edhe të komentatorëve edhe të shikuesve. Po si kaloi takimi sot me Kurtin? Po, aty deshta dalë edhe ne, domethënë, pas një procesi zgjedhor të 9 shkurtit, kaloi një kohë bukur e gjatë, edhe normalisht ka arë momenti i shumë pritur për neve, një moment kur ne duhet të bëjmë hapin e parë për fillimin e ndërtimit të qeverisë së re, e cila ka rrjedhë si pasojë e rezultateve të zgjedhjeve të 9 shkurtit. Mandatar është zoti Kurti. Domethënë e dim këtë punë, ai ka shumicën e këtyre zgjedhjeve dhe normalisht i takon për me vepru edhe me thirr partnerët për me bashkëqeverisë. Fryma edhe në Kosovë është ndërtu sistemi zgjedhor edhe shteti jonë është republikë parlamentare ku në masë të madhe do bashkëqeveriset. Absolutisht po. Edhe ne normalisht Kurti i hyn në votat tuaja në këtë rast zoti Kurti na ka ftuar me nuk është takimi i parë sot, ne kemi pas edhe javën e kaluar një iftar me zotin Kurti, edhe ku ka qenë një takim i parë paraprakisht ku ne, sidomos unë, kam qenë në një relacion jashtë institucioneve dhe nuk kam qenë pjesë institucioneve gjatë këtyne 4 viteve dhe ka marrë ftesë prej zotit Kurti edhe ka marrë pjesë edhe në iftarin